Deputeti Dragan Kovacki është emëruar sekretari i ri i përgjithshëm i VMRO-DPMNE-s, i cili vjen në vend të Gjorgja Sajkovskit. Sekretari organizativ do të jetë Ivica Tomovski, kurse shefi kabinetit të Mickovskit Vladimir Nelovski dhe në parti do ta ketë këtë funksion. Komiteti qendror i VMRO-DPMNE-s mbrëm zgjodhi komitetin e ri ekzekutiv ku 9 persona janë zëvendësuar, kurse në vend të tyre vinë kuadro të ri. U uslovi koga imamo opozicija koja što ne nudi rješenja i koja što je celosno bezidejna. Në kushte kur kemi një opozitë që nuk ofron zgjidhje dhe nuk ka ide dhe përplot me probleme, e dim se zgjidhja duhet të jetë input i fuqishëm qytetar dhe VMRO-DPMNE stabile. VMRO-DPMNE vazhdon në rrugën e ripërthirjes unitetit dhe përgatitjeve për fitore të reja zgjedhore. Është e qartë se zgjedhjet e ardhshme do të jenë parlamentare me një qëllim, i jetë më të mirë për të gjithë qytetarët. Kristian Mickovski largoi të gjithë nënkryetarët e VMRO-s, sipas shembullit të Vučićit, për të sunduar në mënyrë absolute dhe me partinë, siç dëshiron të qeverisë me Maqedoninë, reagojnë nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Kush është njeriu i sashëm i Allkovit nga shërbimet qartazi për kontakte me shërbime ruse? Dragan Kovacki, i refuzuar nga NATO për certifikat. Mediat janë nën kontroll të plotë të Orbanit me marrjen e telekomunikimeve dhe energjetikën. Thotë se në maj dhe qershor do të ketë rikonstruim të qeverisë për të emëruar njerëz që i nevojitën. Këto janë reformat e VMRO-s në vend të ftyrave të reja, banda të vjetra, thon nga LSDM. Mickovski paralajmëroi se në periudhën e ardhshme do të zgjidhen dhe kryetarët e komiteteve komunale partijake, si dhe udhëheqësi të reja në Unionin e Grave dhe të Rinjeve, si dhe në Unionin e Veteranëve. Në pyetjen nëse mund të pritet rikonstruimi i qeverisë, u përgjigj se në maj, më së voni në qershor, do të ketë lëvizje në disa resor, në kabinetin qeveritar, ndoshta dhe në disa institucione.